Frankfurti është i gatshëm të paguajë deri në 15 milion euro për Ernest Muçin. Trabzonspori ndërkohë nuk do të nxitohet me yllin e Shqipërisë, kartonin e të cilit e bleu nga Beşiktashi. Trabzonspori ndërkohë ndodhet në Austri për fazën përgatitore. Me 26 korrik ndërkohë është programuar një miqësore pikërisht me Frankfurtin. Kjo periudhë duket se do të shërbejë për negociata mes dy klubeve. Kujtojmë se 25 vjeçari shkëlqeu në edicionin e kaluar, duke luajtur për Trabzonin. Muçi realizoi 15 gola dhe asistoi 9 të tjerë. Një pjesë e tyre ishin gola të mrekullueshëm për numrin 10. E ardhmja e Alen Sherrit te Cagliari është vënë në diskutim, pasi portieri i kombëtares shqiptare nuk ka gjetur minutat që shpresonte tek ishullorët në Serie A. Mediat italiane bëjnë të ditur se për Sherrin ka pasur interes konkret gjatë këtyre javëve, me oferta nga të paktën 5 klube. Bëhet e ditur se klube nga Austria dhe Danimarka kanë kërkuar zyrtarisht futbollistin, duke bërë edhe oferta për huazimin e tij, apo edhe blerjen e kartonit në rast të një akordi shumë palësh. Por për momentin Cagliari duket se nuk ka ndërmend të heqë dorë nga lojtari, pasi e sheh atë si një zëvendësues ideal për Elia Caprilen, i cili mbetet titullari i padiskutueshëm i Portos së Cagliarit. Atalanta ka ndëruar trajner gjatë verës, duke afruar në radhët e saj një emër të njohur si Maurizio Sarri. Tekniku la Lazion dhe ju bashkua projektit të bergamaskëve, me shpresën që të vazhdojnë në hapat e Gasperinit që e ktheu skuadrën në protagoniste në Itali e Europë. Por me afrimin e tij, e ardhmja e Berat Gjimshitit ka qenë në ajër. Trajneri preferon një skem të ndryshme me 4 në prapavik, duke ndryshuar nga ajo me 3 që përdorte në vitet e fundit Atalanta. Kësaj janë ngritur pikpyetje nëse Gjimshiti do të vazhdonte të ishte te Atalanta apo nëse do të largohej. Por në miqësoren e parë të Atalantës, që luajti kundër ekipit U21, Gjimshiti jo vetëm ishte në fushë, por Sarri i kishte besuar edhe shiritin e kapitenit, duke dhënë një sinjal të qartë se aktualisht beson shumë te mbrojtësi kombëtares shqiptare. Christian Aslani do të udhëtojë me Interin për fazën përgatitore në Gjermani. La Gazzetta dello Sport konfirmon se pavarësisht kësaj, do të largohet në momentin kur të mbërrijë oferta e duhur. Deri tani, Aslani do të kënaqur Interin, ndaj dhe Aslani do të stërvitet me pjesën tjetër të skuadrës në pritje të zhvillimeve të reja. Fakt është se Interi tashmë është i gatshëm për ta lënë të lirë Aslanin për një shifër rreth 10 milion euro. Ka pasur interes nga klubet në Itali, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e huazimit me opsionin e blerjes së kartonit. Aslani nuk qëndroi nën urdhrat e trajnerit Kivu gjatë edicionit të kaluar. Fillimisht kontribuoi te Torino dhe më pas te Beşiktashi. Christian Shpendi pritet të jetë një nga shtyllat e Cezenës edhe për sezonin e ardhshëm. Sulmuesi shqiptar vazhdon të jetë në qendër të projektit të klubit italian, pavarësisht interesimit të disa skuadrave në merkato. Drejtuesit bardezin nuk kanë ndërmend të heqin dorë nga 22 vjeçari dhe kanë nisur lëvizjet për t'i siguruar rinovimin e kontratës, ndërsa emri i tij vazhdon të qarkullojë në treg. Sipas mediave italiane, drejtori sportiv Andrea Mancini do të zhvillojë së shpejti një takim me përfaqësuesit e Shpendit për të diskutuar zgjatjen e kontratës. Objektivi i klubit është që marrëveshja aktuale të zgjatet deri në verën e vitit 2030. Projekti i pronësisë amerikane parashikon një kontratë afatgjatë me pagë në rritje progresive. Shpendi pritet të përfitojë rreth 350.000 euro në sezonin e parë të kontratës së re, ndërsa paga do të rritet gradualisht në vitet pasuese. Në këtë mënyrë, Cezena synon të shpërblejë zhvillimin e sulmuesit shqiptar, pa rënduar bilancin financiar të klubit. Megjithse Cezena e konsideron të pashitshëm në këtë moment, emri i Shpendit vazhdon të tërheqë vëmendjen e klubeve të tjera. Së fundmi, edhe Frosinone është futur në garë për kartonin e sulmuesit shqiptar, duke e përfshirë në listën e objektivave për repartin ofensiv. Interesimi i Frosinones ushtohet zërave të mëparshëm, që e lidhnin Shpendin me skuadra të tjera të Serie B, por deri tani, drejtuesit e Cezenës nuk kanë marrë në konsiderat largimin e tij. Qëndrimi i klubit mbetet i qartë, ku sulmuesi shqiptar është pjesë e projektit dhe do të largohet vetëm në rast të një oferte që konsiderohet e parefuzueshme. Christian Shpendi është kthyer njëkohësisht në një lojtar të kombëtares A, ku në miqësoret e muajit qershor u grumbullua nga Rolando Maran, teksa në vjesht pritet që të marrë një ftesë edhe vëllai i tij binjak, Steven Shpendi.
Dy sulmuesit shqiptar, sezonin e fundit ishin ndër lojtarët më të dalluar në Serie B italiane, duke qenë gola shënuesit e skuadrave të tyre, respektivisht Cristiani te Cesena dhe Steven te Empoli. Nelson Viper është huazuar te Sturm Graz. Ky është vendimi surprizë që u zbulua sot nga klubi austriak. Kartoni i 21 vjeçarit i përket Mainzit në Gjermani. Edicioni i kaluar rezultoi zhgënjim, pasi për të, minutat ishin me pikatore. Kujtojmë se në vitin 2025, pati luftë që t'i rinovoi kontrata. Më pas, erdhi firma deri në vitin 2029. FSHF ndërkohë ka kërkuar që ta afrojë, por Viper nuk pranon të ketë kontakt. Sulmuesi me origjinë shqiptare do të përfaqësojë Gjermaninë në Europianin e 21 vjeçarit, që organizohet vitin e ardhshëm.